Miq të nderuar, përshëndetje. Vendimi për rivotim në një vendvotim në Tears të Tetovës të thuash ka ngritur temperaturat politike mes partive pjesëmarrëse në zgjedhje dhe në këtë rrafshë shohet një mori pyetjesh. Mund të përmbyset raporti i mandateve mes VMRO DPMNS dhe LSDM-s dhe çfarë impakti mund të ketë ai për zhvillimet e mëtejshme politike, por edhe për mozaikun parlamentar të vendit. Cili është apo cili duhet të jetë pozicionimi i shqiptarëve karshi dy bloqeve maqedonase në përpjekjet për krijimin e mazhorancës së qeverisëse, cila duhet të jetë platforma e shqiptarëve, kërkesa reale, minimale apo pse jo dhe maksimale. Për të folur për këto dhe për çështje të tjera që lidhen me zhvillimet pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, sonte kemi ftuar Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Shaban Zendelin nga Lëvizja Besa, Elmi Azirin nga Aleanca për Shqiptarët dhe Ilir Lumën në cilësinë e njohësit të funksionimit të skenës, e pse jo, edhe të skemave politike ndër ne. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Në qelje disi për tej temës paralajmëruar, kemi një zhvillim të ditës, do të thosha, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendo Thaçi këtë buzëmbrëmje është tërhequr nga posti numrit 1 të kësaj partie, do të thosha si reagim ndaj epilogut për partinë e tij në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Le të fillojmë me ju, zoti Luma, një koment të shkurtër për këtë akt. Në lidhje me dorëheqjen e kreut të PDSH-s, mund të them se ishte një akt i pritur, madje edhe një akt moral, nga përgjegjësi morale nga ana e tij, dhe kuptohet se ky vendim i kreut, pra i zoti Thaçit, duhet edhe të përshëndetet. Kujtoj se mbas një qasje e të këtill, ndoshta punët në këtë parti do vënë ka e mbarë. Zoti Aziri, komenti juaj. Faleminderit për ftesën. Shfrytëzoj këtë rast të falenderoj të gjitha antarët, simpatizantët dhe votuesit e Aleancës për Shqiptarët që e dhanë votën e tyre, e dhanë kontributin e tyre, dhe që vlerësuan mjaft mirë, vlerësuan mjaft pozitivisht platformën, programin e Aleancës për Shqiptarët dhe qasjen ndaj problemit të shqiptarëve. Unë për këtë dorëheqje vetëm kisha thënë se është një reflektim pozitiv i kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare dhe njëkohësisht do të kisha bërë thirrje gjithë antarëve të Partisë Demokratike Shqiptarëve që të bëhen pjesë e Aleancës për Shqiptarët, më konkretisht e Lëvizjes për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare, për arsye se filozofia politike e Arber Xhaferit, logjika politike e Arber Xhaferit, sistemi i punës, vlerësimi i çështjeve, metodat e punës nuk kanë vdekë dhe pa debatuar, është jashtë tjetër temë për të cilën ndoshta ndonjëherë tjetër do të mund të flasim. Zoti Zendeli, ju në Besa si e shikoni këtë akt që u bë sot? Dorëheqja e kryetarit Partisë Demokratike Shqiptare, zoti Mendo Thaçi, është, ashtu që si e tha edhe zoti Iliri, e pritur me një farë mënyre. Zoti Mendo Thaçi e mori përgjegjësinë për dështimin ose rezultatin e dobët që e pat në këtë zgjedhjet e 11 dhjetorit, dhe me të vërtetë është një e mirë që njerëzit dal nga dal fillojnë të marrin edhe përgjegjësi për rezultatet që bajnë në zgjedhje. Këtë akt duhet e përshëndesim ne si Lëvizja Besa, dhe kjo mënyrë e kultivimit të marrjes së përgjegjësisë duhet të reflektojë ndoshta edhe në subjekte tjera politike, sa herë që të mbajnë zgjedhjen, varësisht nga rezultati. Nëse ka rezultat negativ në zgjedhje, ta marrin përgjegjësinë, normalisht të parit i subjektit politik i bie përgjegjësia më e madhe dhe duhet të jap dorëheqje, dhe në këtë drejtim përshëndesim aktin e kryetarit Mendo Thaçi. Ju në Bashkimin Demokratik, zoti Osmani? Llogaridhënia, marrja e përgjegjësisë është koncept i mirëfillt, është koncept i mirënjohur në politikbërjen moderne, dhe ajo duhet përshëndetur si e tillë, veçanërisht nëse imponohet si model i politikbërjes këtueshme, po ajo veçanërisht ka peshën e madhe nëse paraprakisht është premtuar para zgjedhjeve.
dhe ne kishim në këtë fushat disa lider të partive politike të cilët dhanë fjallën, premtuan se po që se nuk do t'jem partite para në zgjedhje, do t'japin ndërheqjet të parevokueshme. Mendoj që fjalla e dhënë dhe fjalla e mbajtur është bazë e kredibilitetit një politikani. Këtë betim e ka dhënë edhe kryetari i Lëvizjes Besa, edhe i partive tjera opozitare. Shpresoj se do reflektojnë edhe ata për të treguar se e mbajnë fjallën e dhënë, pasi që ajo është baza, thash, e kredibilitetit të një politikë bërje. Faleminderit për këto përgjigje dhe le të kalojmë tek tema e paralajmëruar. Të thuash tek ne ky dhjetor, lëre që nuk na i gëzoi fëmijët me dëborën e parë deri më sot kur po flasim, por si duket edhe partitë politike ju ka vënë goxha në siklet, gjithnjë duke marrë parasysh atë optimizmin e theksuar nga të gjithë, pa përjashtim se do të fitoni zgjedhjet dhe do të reflektoni karshi rezultateve të siguruara nga verdikti i qytetarëve më 11 dhjetor dhe për dallim nga kjo tensionet politike po rriten, janë në ngritje e sipër, sytë janë drejtuar këtej nga Tearca në pikëvështrimin tuaj. Zoti Zendeli, Tearca mund të përmbys raportin e mandateve mes dy partive rivale maqedonase? Zgjedhjet parlamentare të 11 dhjetorit 2016 prodhuan një rezultat, ose nxorën një rezultat, një balansim të mjaftueshëm, them, të forcave politike, posaçërisht në bllokun maqedon, aty ku kemi parafërsisht edhe numër të votave, po edhe numër të mandateve gati të njëjtë. Mirë po, ne si Lëvizje Besa në këtë garë politike mund të themi se arritëm rezultat mjaft volitshëm, duke patur parasysh zhvillimin e procesit parazgjedhor dhe zgjedhor, duke pasur parasysh se partitë që ishin në skenën politike në pushtet deri tani u munduan me gjitha mënyrat, metodat, shantazhet, kërcënimet, blerjet votave etj. Për të penguar çdo gjë që ishte e re në skenën politike të Maqedonisë, por fatmirësisht nuk ja dolën me atë qëllimin e tyre dhe Lëvizja Besa fuqishëm u instalua në skenën politike të Maqedonisë. Pyetja ishte konkrete, zoti Zendeli. Edhe pse tash do dal aty, edhe pse numri i mandateve që ka marrë Lëvizja Besa nuk është konform ose nuk reflekton realisht numrin e votave që ka marrë si subjekt politik zbashku me Rilindjen Demokratike Kombëtare ose koalicioni Rilindja me Besë. Kurse kjo që ndodh tash në kampin politik maqedon ose rivotimi në një vendvotim në komunën e Tearcës, teoretikisht është e mundshme që të bëhet përmbysja e mandateve, për shkak se aty bëhet fjalë për një dallim 304 vota ma pak nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, karshi bllokut politik që udhëhiqet nga VMRO dhe PMN, duke patur parasysh se numri i votuesve në atë vendvotim është dikun 714 me sa jam informuar unë. Kështu që teoretikisht ekziston mundësia që të bëhet përmbysja e mandateve, të mirët një mandat nga LSDM-ja dhe të vije balansi i tërësishëm 50-50. Pozicionimi i antarësisë suaj cili do të jetë në Tearcë? Keni vota? Lëvizja Besa ka patur një numër të konsiderueshëm në atë vendvotim, por tash qëndrimi jonë është se ne nuk jemi të interesuar shumë për rrjedhën e procesit si do të jetë atje. As nuk do të thirrim antarësinë tonë të voton ose mos të voton.
qytetarët e atij vendbanimi do t'jenë të lirë, të dalin të votojnë, apo të dalin të mbështesin një apo subjekt tjetër politik, kështu që nuk kemi qëndrim për atë se si duhet të votojnë votuesit atje. Për ne ka qenë më rëndësi që zgjedhjet jenë fair demokratike pasi që ishin parakusht për përmbylljen e krizës. Do të thonë gjithë investimin që ka bë BDI gjatë kësaj krize ishte të krijohen parakushte për përmbylljen e saj për shkak se shteti dhe qytetarët ishin peng i kësaj krize në të cilët ishin futur. Dhe kjo premis do duhet të mbetet deri në përfundim të procesit zgjedhor. Do të thonë, rivotimi që do të bëhet diellën do të thotë se ende procesi zgjedhor nuk është i përfunduar. Dhe përshtypja ose vlerësimi që do të bëjnë ndërkombëtarët, por edhe vendorët mbi procesin zgjedhor do të përfundon atëherë kur do të certifikohen rezultatet finale. Prandaj ne jemi më se të interesuar që edhe diellën zgjedhjet jenë të lira, fair, demokratike, qytetarët të kenë mundësi të shprehin lirshëm dhe të demantohen të gjitha ato spekulime se mund të ketë pasur keqpërdorime të procesit zgjedhor. Jo, nuk kemi ne indiferent ndaj listës tonë në të ardhmen, pavarësisht se ajo nuk mund të bën dallim në rezultat. Ne nuk na bën përshtypje lufta gara politike ndërmjet partive politike maqedone. Ne kemi theksuar nga fillimi se shqiptarët nuk duhet të jenë argati asnjë kauze, qoftë maqedone, qoftë përçarse, qoftë tjetër kauzë, dhe nuk do jemi edhe më tutje. Ne na intereson vetëm platforma jonë, na intereson interesat e qytetarëve të cilët i përfaqësojmë, garën politike maqedone për pushtet do ta bëjnë ata. Do të vlerësoj këtu edhe një herë se nuk mendoj se ka parti të mirë dhe të keqe maqedone, po ka të dobë dhe të fortë, varësisht prej se a janë të vetë mjaftueshme ose jo. Mendoj se konstelacioni politik i krijuar i mundson BDI si fituese e këtyre zgjedhjeve të jetë çelësi i qeverisë së ardhshme dhe pavarësisht si do të jetë epilogu në të ardhmen, BDI do jetë përcaktuesi i qeverisë së ardhshme. Zoti Aziri, ju në Aleancën për Shqiptarët, si e shikoni, jeni indiferent apo aktiv në zgjedhjen, ndarjen e mejdanit të dielën në të ardhmen, ku pak vota mund ta përmbysim rezultatin? Për Aleancën për Shqiptarët, rezultati në kampin politik maqedonës asnjëherë nuk ka paraqit problem që ka kërku trajtim më serioz, për arsye se Aleanca për Shqiptarët ka kërku gjithmonë, vazhdimisht ka kërku verdiktin e popullit shqiptar, dhe gjithmonë kemi thonë që nëse votuesit shqiptar ja japin Aleancës për Shqiptarët një vot më tepër, apo nuk do të jetë fare e rëndësishme se kush është fitues në kampin politik maqedon. Kriza politike që filloi në Republikën e Maqedonisë, në mes të tjerave, prodhoi edhe këtë përbërje të Komisionit Qytetëror Zgjedhor, ku ka përfaqësues të gjitha partive parlamentare të deri atëhershme dhe sigurisht kryetari, nënkryetarët janë persona të pavarur. Dhe ne nuk kemi asnjë arsye që ta refuzojmë vendimin e Komisionit Qytetëror Zgjedhor, për arsye se vlerësojmë në saktësinë e vlerësimit të procesit zgjedhor i cili është mbajtur me 11 dhjetor. Nga ky pozicion, unë vetëm do t'i kisha thonë qytetarëve, në përgjithësi votuesve të Aleancës për Shqiptarët, që ta shfrytëzojnë të drejtën e votës, sepse vota është simboli kryesor i demokracisë, përmes të cilëve qytetarët, apo pavarësisht se cilës etni i takojnë, e materializojnë në një farë formë, japin kontribut në materializimin e bingjeve të veta, ideve të veta, pritjeve të veta prej subjekteve politike e kështu me radhë dhe kështu me radhë. Në këtë drejtim, pra nësi Aleancë për Shqiptarët, i lojmë të lirë qytetarët të vendosin vetë. Është një tjetër çështje që vlerësoj se duhet të konsiderohet për këtë vendvotim në të ardhshme, bisedohet për moralin politik që njëra ndër subjektet politike maqedone, domethënë e konteston prishjen e atij vendvotimi, apo ndërsa e njëjta parti politike, për shembull në vitin 2013, nëse e mani mend në zgjedhjet lokale në Struk, 2 herë ose 3 herë ka prish vendvotime, apo me vetëm qëllim që mos lejojë që të fitoj kandidati shqiptar në komunën e Strukës. Derisa të theksoj se gjatë këtyre momenteve nuk duhet të kemi standarde të dyfishta në vlerësimin e dukurive që na paraqiten gjatë proceseve zgjedhore, aq më tepër
kur sot e kemi një komision shtetëror zgjedhor, i cili ka një përbërje shumë më ndryshe se sa komisioni shtetëror zgjedhor që ka pas herave tjera. Si përfundim, domethënë që neve është pak e rëndësishme se rezultatet e ditës së diell aprovoj një kandidat, një deputet më pak për SDSM-n ose një kandidat më shumë për VMR-n. Si Aleancë për shqiptarët është shumë pak e rëndësishme. Zoti Luma, në pikëvështrimin tuaj, mund të kemi përmbysje të raportit mes raportit të mandateve mes VMRO, DPMN-s dhe LSDM-s, që pavarësisht së vlerësimeve të mysafirëve, ka vëzhgues që thonë se mund të ketë impaktin e vetë në zhvillimet politike të mëtejshme në skenën e vendit. Kështu, po që se arjet në maksimum të mobilizohet trupi elektoral në këtë vendvotim, ku do të ketë përsëritje të zgjedhjeve, unë kujtoj se do të ketë mundësi, jo vetëm teorike, por edhe praktike, të arrihet një balansim tjetërfare, një rezultat tjetërfare në raport të mandateve VMRO LSDM. Këtë kjo do mvaret në rend parë nga vetë disponimi i trupit elektoral, gjithësisht i qytetarëve me të drejtë vote atë ditë. Unë mendoj se këtu ndoshta partit politike spaku ato shqiptare dhe nuk do të kenë shumë mundësi ndikojnë, sepse si pas mendimit tim do dominoje inercioni paraprak i disponimit të elektoratit shqiptar veçanërisht në këtë tref, njësin zgjedhore numër 6, dhe pikërisht ky disponim do të çoje që eventualisht edhe të ketë ndryshim në raportin e mandateve mes këto dy partive politike maqedonase. Nuk do të mund të merret kjo si një shtytje e partive, le të themi kushtimisht të caktuara të votuesve vetë, ti orientojnë nga kandidati X apo Y, nga lista X apo Y. Ne ishim dëshmitar të një fushate elektorale edhe në njësinë zgjedhore numër 6, përveç në përgjithësi në tërë Maqedoninë, flas nga aktiviteti i partive politike shqiptare. Dhe pam disponimin e elektoratit shqiptar në çfarë drejtimi ishte. Edhe këtu kam dhënë edhe deklarat pikërisht në këtë televizion në lidhje me atë. Dhe ishte hera e tretë kur erdhi në shprehje verdikti i qytetarëve, i popullit. Se sipas me, domosdo për hir të së vërtetës, edhe të asaj t'ua rikujtoj opinionin në një deklarat pikërisht këtu, pa ta thanë, njëherë verdiktin shqiptarët e kanë dhënë në zgjedhjet e para, mandej verdiktin e kanë dhënë fill pas luftës, dhe hera e tretë ka qenë zgjedhjet e 11 dhjetorit. Dhe, po. Një sqarim rreth kësaj që thuhet se BDI-ja është fituese e këtyre zgjedhjeve, me të drejtë zotni Bojari mund të thotë se sa i përket numrit deputetëve, është numër 10 që i bie se është fituese në të vërtetë edhe me numra, me numrin e deputetëve të opozitës që ekzistonte nga partitë tani më që janë parlamentare shqiptare të opozitës, është i barabartë. Por në këto zgjedhje, populli shqiptar, edhe ai maqedon, kanë votuar shumë ma tepër pro partive opozitare, sepse nëse i marrim numrin e votave nga të grumbulluara nga partit politike opozitare në Maqedoni, është numër 125.035 vota, vetëm të partisë shqiptare. Dhe nëse kësaj jashtojmë edhe koeficientin ose kuotën e numrave të votave që i ka marrë edhe LSDM-ja nga votat nga qytetarët shqiptar, atëherë ky numër është dikun rreth 150.000 ose 60.000 vota, karshi BDI-s e cila është me 86.000 vota në këto zgjedhje, dhe nëse shikohet nga aspekti i verdiktit popullit që përmend zotni Iliri, Bashkimi Demokratik për Integrim është humbësi më i madh i këtyre zgjedhjeve. Përkundër rezultatit
të votave të mandateve që ka marrë. Kjo është ajo kur gjithë shka shifet mbi prizmën partijake. Humsi më i madh janë shqiptarët, për shkak se kanë humbur 10 mandate në këto zgjedhje, edhe kjo është për shkak të interesave klanore, partijake dhe mos përgjigjes në thirrjen tonë sinqert që të bashkohen, ku t'ishte një situatë që BDI të humbte nga një koalicioni gjëri gjitha partive opozitare. Besoni që edhe pse duket ndoshta nuk jam hipokrit në këtë drejtim, kemi bërë një thirrje sinqert që ata të bashkohen për shkak se në politik jo gjithmonë interesi partijak duhet vendoset i pari. Për shkak se ne si parti jemi në shërbim të një interesi tjetër më të madh. Nuk duhet ta gëzon asnjë prej juve humbja 10 mandateve shqiptare dhe kjo ishte pikërisht si rezultat i interesave partijake, klanore dhe mos përgjigjes tjera. Por pavarësisht, demokracia funksionon ashtu si funksionon, BDI është partia me mandate, me numër... Ta inkuadrojmë edhe zotin Aziri. Leo të përfundoj, me numër më të madh të mandateve, me legjitimitet të pastër për të prezentuar shqiptarët. Ju keni legalitetin e legitimitetin, nuk është fushata ka përfunduar, pavarësisht ne tani do të përfaqësojmë edhe shqiptarët të cilët nuk kanë votuar për ne, për shkak se do përfaqësojmë një kom, një qëndrim në raportin me partitë politike Maqedone. Për hir të së vërtetës, zoti Zendeli, ta dëgjojmë zotin Aziri. Edhe votuesit e juaj, edhe votuesit tuaj do t'i prezanton Bashkimi Demokratik. Keni pas Demokratik përfaqësuesin tuaj, edhe ju përfaqësuesit tuaj i kemi analizuar këtë në mënyrë që të përqendrohemi te tema e paralajmëruar. Ta dëgjojmë zotin Aziri. Kjo që vajtohet, kushtimisht po them për mandate 10 mandate, që nuk qëndron se asnjëherë shqiptarët në Maqedoni që nga pluralizmi e këndej nuk i kanë pas 30 mandate, sot i kanë 20 partitë politike shqiptare dhe 2 janë në shqiptar në LSDM. Do me thonë, nëse i marrim ata si shqiptari kemi 22 mandate, varianti më i mirë ka qenë 27-28 deputet, nuk janë 10 mandate që trumbetohet, por nëse gjithnjë vajtojmë për atë se janë humbur mandatet, tash herën e fundit, përfaqësuesit e BDI-s që i kanë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, nuk e dhanë votën për ankesat e lëvizjes Besa, për ta rrezikuar një mandat, jo nga shqiptarët, po nga VMRO dhe PMN. Dhe këtu, ku mbetet ajo që trumbetohet se e qajnë hallin shumë e mandateve të deputetëve shqiptarë? Po. Do të kisha dashur të inkuadrojmë këtë temë sigurisht, po do të kisha dashur ta zhvendosim debatin më tepër në anën ashtu siç e paralajmëruam. Po. Më tepër në anën kualitative sesa në anën kuantitative. Sipas mendimit tim personal, ndoshta dikujt i duket ironike. Shqiptarët se kanë pas asnjë deputet në parlament. Shqiptarët kanë pas ndoshta figura që kanë shërbyer si makineri votuese në varësi prej nevojave të marrëveshjeve të liderëve politik, bizneseve etj. Që do të thotë që deputeti ka humb kuptimin e funksionimit primar si përfaqësues i hallave dhe derteve të qytetarëve, të lagjeve, të fshatrave, të zonave që i përfaqësojnë. Domethënë, unë jam shumë i bindur se spaku deputetët e Aleancës për shqiptarët do të paraqiten në mënyrë shumë kualitative në Parlamentin e Republikës Maqedonisë, gjë e cila ka mungu. Ndërsa sa i takon asaj që Bashkimi Demokratik për Integrim e ka më tepër gajlen ose dertin e popullatës e të shqiptarëve, se sa e ka dertin e partisë të vet, i lutim këto demagogji nuk kalojnë. Ne jemi dëshmitare, kemi përjetuar qeverisin e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe jemi të informuar mirëfilli se Bashkimi Demokratik për Integrim mos më ndërprej. Pikërisht për këtë. Jo, mos më ndërprej kur flas. Jo, mos më ndërprej. Fushata ka kaluar për ti, po s'ka kaluar për qytetarët e Kumanovës që janë me trauma. Jo, mos më ndërprej. Domethënë, qeverisin e Bashkimit Demokratik për Integrim, shqiptarët e Maqedonisë e dinë shumë mirë. E dhanë 11 dhjetorin e kemi prapa, zoti Aziri. Mbi bazën e rezultateve, 11 dhjetorin e kemi lënë prapa. Zoti, kështu pak si ma neutral në këtë aspekt, do të kisha dasht edhe të ndihmoj pak në rrjedhën e bisedave më tutje, por edhe të jap një mendimin tim në atë kush shpallet fitues. Gjithnjë numri i mandateve cakton fituesin. Dhe në këtë aspekt duhet jemi real, unë kam qenë shumë kritikues i madh i politikës së BDI-s, por pa marrë parasysh nga ajo në këtë fazë
fitues nga aspekti i mandateve është BDI. Edhe rolin kryesor, edhe një herë pa ta thamë, e kanë tash ata. Çka si më tutje. Kjo tash nuk do tjetë shumë diskutabile, diçka tjetër. Unë dua që sonte bisedojmë çka më tutje pikërisht edhe tema e paralemruar me gjithë insistimin tim edhe para se të him në këtë emision. Liderët e partive politike shqiptare karshi një sfide që na paraqitet pas një raporti të këtij të forcave. Askush nuk e konteston numrin e mandateve dhe këtë pajtohemi edhe thash edhe unë se legaliteti është në Bashkimit Demokratik për Integrim, por legitimiteti i popullit, nëse miret, verdikti i popullit dihet se ku është. Zoti Zendeli, do një tjetër mund bisedojmë për këtë. Tash ka një temë që është shumë më e rëndësishme. Edhe para se të hyjmë në studio, besoj se u morëm vesh që të flasim për çështjet që janë bosh. Dhe nëse pa përjashtim edhe gjatë fushatës tuaj, po them pa përjashtim, të gjitha partitë kanë rrahur gjoks në shqiptarizëm, në kauzën shqiptare, me propozime nga më të ndryshme dhe nuk bëj përjashtim. Tani është momenti... Atë që e tha profesori, nëse kemi hallin shumë të madhë të popullit shqiptar, mandateve tjere, pse as pak Bashkimi Demokratik për Integrim nuk bëni përpjekje dhe ta merr propozimin e partive treja ose lëvizjeve, si thoshin, që bëhet ndryshim kodin zgjedhor, bëhet një njësi zgjedhore në Maqedoni. Pse as pak nuk u morë për shembull të mirët me 39.502 votues që ishin në listën Qupshin. Kujtoj se edhe kur jemi dëgjuar, kam qenë korrekt. Le të përqendrohemi në çështjet të cilat me gabimisht o me të drejt i kemi përzgjedhur për temë të debatit. E thash, keni rrahur gjoks, po them pa përjashtim, për kauzën shqiptare. Keni ofruar një mori propozimesh nga më të ndryshmet. Rezultati i sotëm në këtë moment që po flasim, imponon, më thoni zoti Luma, nëse e kam gabim, nevojën që ju në emër të fushatës të uleni dhe t'i bashkoni edhe mendimet, pse jo, edhe veprimet për të bërë atë që edhe nga Tirana, edhe nga Prishtina zyrtare është cilësuar si një platformë e përbashkët e shqiptarëve. Të jeni një kom, një qëndrim, si që keni thënë ju, të thirrni, të uleni me njëherë pas zgjedhjeve, si që keni thënë ju, apo tërthorazi edhe ju, ndonë se në mënyrë të kushtëzuar me dikë mundemi, me dikë s'mundemi, por tani fushata mori fund. A ka mundësi që, dhe unë kujtoj se përhi se ju bie juve, pikrisht për shkak të 10 mandateve që i keni, që të uleni e të bisedoni për këto çështje për të cilat 20 ditë fushate keni folur ditë e natë, dhe sot është koha që të uleni edhe këty populli, këtyre teleshikuesve që po na ndjekin, po. Po, mirë, shak se më thahi, bje hisë e mu. Vretë se mu ma dha fjallën. Alianca për shqiptarët, ka qëndrueshmëri në zotimet e veta, dhe sigurisht se ka vazhdimsi në zotimet e veta. Keni ndëgju përfaqësuesit e Aliancës për shqiptarët edhe në për emisione, po edhe në për, kampanjën elektorale që e kemi pas, ne kemi bë apel që na jepni një vot më tepër se subjektet tjera politike shqiptare. E keni votën, çfarë e keni? Ta përfundoj, për të pas logjik. Dhe ne atë shumicë të votave nuk do ta shfrytëzojmë për të hyrë në qeveri. Përkundrazi, do ta shfrytëzojmë për ta bllokuar qeverinë. Me kusht që do të bëjmë thirrje të gjitha partive shqiptare që kanë përfaqësues në parlamentin e tyre dhe të ulemi të ndërtojmë një platformë të përbashkët me cilën pastaj do dalim përpara bllokut politik maqedon që njëherë e përgjithmonë saga e drejtave të shqiptarëve të përfundon. Ne edhe sot e kësaj dite i qëndrojmë këtij zotimi. Pavarësisht se sot ne nuk e kemi mandatin, ashtu ka vendos populli, nuk e kemi mandatin që i pari ta bëjmë ftesën, mandatin e ka Bashkimi Demokratik për Integrim, ne ta përfundoj idin, ne presim nga Bashkimi Demokratik për Integrim, presim edhe nga Lëvizja Besa që ta bëjnë të njëjtën
që t'i grumbulloj partitë parlamentare shqiptare të ulen dhe të bëjnë të gjitha partitë parlamentare, të gjitha partitë që kanë deputet në Parlamentin e Maqedonisë, që të ulemi dhe të bëjmë një platformë të përbashkët. Aleanca për shqiptarët do t'i jep përkrahje çdo iniciative që ka për qëllim zgjidhjen e çështjeve madhore të shqiptarëve. Duke filluar, do të kalojmë tek këto duke filluar. Po. Shifni, gjithmonë handikepi i politikës shqiptare ka qenë fakti se partia humse nuk ka pranuar verdiktin e popullit dhe gjithmonë ka kalkuluar në një mënyrë të... janë pranuar rezultatet. Jo, flasë në të kaluarën, ka tentuar të kushzoje se në për një derë të vogël të futet në qeveri, pa e lejuar komoditetin në një mënyrë partisë që ka fituar legitimitetin të flasë në emër të gjithë shqiptarëve me atë që unë po e theksoj një komp një qëndrim. Edhe për këtë arsye unë i garantoj qytetarët se BDI do të fletë në emër të gjithëve, jo vetëm votuesve të BDI-s, po edhe të BES-ës, edhe të Aleancës, edhe të PDSH-s, edhe gjithë shqiptarëve që kanë votuar për partitë politike tjera, po presim certifikimin e rezultateve nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe të parat me të cilët do të diskutojmë, do të jenë partitë politike shqiptare, kryesisht për t'i përcaktuar vijat e kuqe, jo për platformën zgjedhore, për shkak se populli e ka mandatuar platformën zgjedhore të Bashkimit Demokratik për integrim, mirë po për vijat e kuqe do duhet një koordinim gjithë shqiptar. Ju e theksuat vetë, kjo është kërkes edhe nga Tirana, edhe nga Prishtina, edhe nga komunitetin ndërkombëtar, edhe nga gjithë shqiptarët. Këtë kemi kërkuar ne në gjatë gjithë mandateve të Bashkimit Demokratik për integrim, andaj dua t'i rahatojmë shqiptarët në këtë drejtim se do përfaqësojmë interesin më të mirë të shqiptarëve në këto bisedime, mirë po do presim paraprakisht certifikimin e rezultateve nga Komisione Shtetërore Zgjedhore. Duhet kuptojmë partitë politike se fushata zgjedhore kanë mbaruar, qytetarët kanë vlerësuar dhe kanë verifikuar punën tonë atë sa kemi bërë dhe është e kot tash tregoni se çka duhet si është dashur të vlerësojnë shqiptarë. Presim që është qëndrim ferm. Edhe unë shtova se presim konfirmimin e rezultateve nga Komisioni Shtetëror, pastaj do u drejtohemi partive politike shqiptare. Është shumë e qartë se procesi zgjedhor në Republikën e Maqedonisë i këtyre zgjedhjeve ende s'ka përfunduar, do të mbaret edhe nga dita e diel që të gjitha rrugët çojnë në të ardhës. Varësisht nga rezultati do të kemi edhe dikush normal i ka pritshmëri që të bëhet balancimi i plot të dy bloqet politike maqedonase, sa i përket numrit të mandateve, por pavarësisht asaj, normal, ne, si lëvizje BESA, e thash edhe një herë, legalitetin për të përfaqësuar shqiptarët në zhvillimet e matutjeshme është i Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe këtu nuk kemi më dyshje fare, për shkak se numri i mandateve përcakton atë që është, por duhet të presim certifikimin e rezultateve dhe pastaj ta shohim matutje agjenda se si do të zhvillohet, varësisht prej po flitet se do të ketë iniciativë për të ulur e tjerë, të shohim se si do të zhvillohen ngjarjet më të tjera. Të presim e të shohim, zoti Luma, pa u kthyer në fushat, platformat, oferta që ju ofrua elektoratit shqiptar nga BDI-ja e deri te PDSH-ja që nuk kemi këtu, megjithse për hir të së vërtetës bëm përpjekje që të sigurojmë edhe përfaqësuesin e saj, ka qenë unë do të thosha një buqet lulesh, dëshirash, që me këte rezultat, me këte verdikt, çfarë kemi sot, dhe çfarë është raporti me partitë maqedonase, e imponon nevojën e uljes së krerëve të parive politike për të bërë renditjen e kërkesave. Në gjykimin tuaj, çfarë do të duhej bërë tani në mënyrë që pastaj ti inkuadrojmë? Duke ndjekur me vëmendje paraqitjet e përfaqësuesve të partive politike që kanë mandatin për parlamentin e ardhshëm, ajo e para gjë që duhet bëhet, edhe ato nga dita e nesërme e tutje, është të lënë kapricat në një anë. Të kthehemi në atë që është pragmatizëm, dhe nga i pragmatizëm të nxjerrin frytet që do shkonin në dobi të interesave shqiptare këtu në Maqedoni, në rend të parë. Por,
jo vetëm të interesave shqiptarve, këtu, situata si që ka ardhë, është edhe një interes, po ashtu që në tangon edhe neve, stabiliteti dhe qarë drejtimi do marrë Macedonia në të ardhmen. Do jetë drejtim konform sugjerimeve të faktorit ndërkombëtar, nga Unioni Perëndimor, nga Unioni Evropian, nga faktori Euroatlantik e kështu me radhë, nga ata që janë për një demokraci funksionale, apo do vazhdohet me avazin e vjetër. Në qoftë se arrin partitë politike të lënë kapricat më njanë, të ulen gjithnjë duhet dikush t'i prije këtyne punëve. U tha këtu, e kam thënë edhe une, është po ashtu edhe mendimi im, por jo vetëm mendimi im, por është mendimi i shumicës dërmuese. Unë kisha për të thënë edhe mendimi i elektoratit shqiptar që e dha votën, ashtu si e dha, i takon udhëheqësisë BDI-s. Duhet, por gjithnjë duke respektuar çdo mandat. Por për te kësaj, nuk është e diskutueshme, shifrat flasin vetë. Çfarë duhet bërë? Kemi pas vendosje konsensuale, kemi pas ridefinim, kemi pas parlament dydhomësh, kemi pas gjyqëqyte, kemi pas, po flasë këto çështje që kërkojnë një mazhorancë më të fuqishme, një vendosmëri apo edhe një realizëm. Kërkesa reale, minimale, maksimaliste. E para gjë, duhet definohet statusi i shqiptarve në Maqedoni. Që nuk kërkon ndërhyrje në kushtetut. Kërkon edhe ndërhyrje në kushtetut. Dhe shumica e 2/3? Prandaj them, pragmatik pse duhet jemi. Unë me qëllim, jo se nuk e di këtë në këtë fazë s'kemi mundësi ta bëjmë. Nuk kemi mundësi, por duhet t'jetë pikë nismëtare për veprim në të ardhmen. Pa marrë parasysh matutje çfarë forcash politike shqiptare mund t'jenë pjesë e parlamentit. Për çfarë të mbetemi në çështjen qendrore? Kërkoj falje edhe diçka, do të thënë gjuha, gjithsesi. Gjuha duhet precizohet. Ne patëm një deklarat nga një lider, edhe këtë duha them, se duhet opinioni të ketë të qartë. Ne patëm një deklarat pas nënshkrimit marrëveshjes së Ohrit se jemi ba popull shtetëformues që s'është e vërtet. Më thënë, në fakt, kushtetuta nuk e ka precizu qëtër fare statusit tonë, jo si shtetëformues. Po. Sa i përket asaj se çfarë duhet bëjmë ne si shqiptarë, tash normal se kemi një pozicion paksa më të favorshëm sa i përket forcave politike dhe rritja e relevancës politike të shqiptarëve tash në Maqedoni në aspekt të kushtëzimit apo formimit të shumicës parlamentare respektivisht qeverisë së ardhshme, në këtë drejtim kemi një moment volitshëm dhe normalisht është që kjo duhet shfrytëzohet maksimalisht. Ne si lëvizje Besa realisht verdiktin që e kemi marrë nga populli është që të jemi parti opozitare. Dhe këtu qëndrojmë në atë nëse varësisht se si do të zhvillohen proceset më të tjerë. Por, kërkesat politike shqiptarve pak a shumë nuk dallojnë nga subjektet politike me nuansat të ndryshme. Ne kemi thënë, tash për tash qëndrimi i kryesisë qendrore edhe i subjektit politik është se nuk do të jemi pjesë e ndonjë qeverie që orientimin politik e ka Rusia, por do të jemi pjesë nëse jemi themi pjesë e asaj pushteti që ka orientim euroatlantik. Nga se Maqedonia këtyre viteve që nga 2005 që e ka marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, ka një regres, një esje, sa që ditëve të fundit kemi edhe kërkesat atilla nga eksponent politik të Europës që duhet t'i mirët dhe statusi nëse bëje Këshillit të Evropës e tjere. Do me thonë, jemi shmangur nga rruga europiane, kështu që është shumë me rëndësi ka shkon orientimi politik
i subjektive politike në Maqedoni dhe konform asaj normalisht se do të gjejnë edhe mbështetjen e lëvizjes Besa. Ne kemi thënë se nuk do të jemi pjesë e qeverisë, në atë qeveri ku do të ketë njerëz të inkriminuar. Nuk do të jemi pjesë e qeverisë. Të VMRO-s edhe të BDI-s, keni thënë. Për raste që Prokuroria Speciale ka ngrit procedura hetimore, si di tash nuk jam jurist, unë shumë nuk mund të elaboroj ato gjëra, nuk do të jemi pjesë e asaj qeverie nëse nuk fillon procesi i ridefinimit shtetit dhe kaluam të qeveria, fjala ishte për kërkesat. Çfarë artikulimi kërkesash duhet të bëjnë shqiptarët, duke marrë parasysh kërkesat e shqiptarëve janë këto, për shembull. Gjuha Shqipe duhet jetë gjuhë zyrtare në gjithë territorin e Maqedonisë dhe mjaft më me ata floskula politike këtu është. Prokuroria Speciale, Prokuroria Speciale duhet ta vazhdoj punën e vet gjithsesi. Dhe forcat politike tash që do ta krijojnë Parlamentin e Maqedonisë gjithsesi duhet gjejnë vullnet politik që Prokurorinë Speciale mos ta pengojnë nga institucionet e deri tanishme që kemi pas në skamza të ndryshme. Fillon procesi i ridefinimit shtetit. Kur themi ridefinimi i shtetit, përfshin këtu normal atë që përmendi zoti Iliri, edhe implikime të ndryshimeve kushtetuese, që normal ato mbaren nga numri, por ka edhe shumë gjëra të cilët duhet të ridefinohen në aspekti i sigurisë shtetit, organeve atje, përdorimi gjuhës Shqipe të zëmë buxheti e tjerë që nuk kërkojnë ndonjë shumicë të kualifikuar. Ne të gjithë këto, dikush me moshë më të pjekur, dikush më pak i pjekur, kushtimisht kështu të shprehem, dhe i dim rrjedhat politike të shqiptarëve në Maqedonisë. Dhe konsideroj se nuk ka hapësirë më, popullata nuk e duron demagogjinë dhe kamuflimin, të lutem mos ndërprej. Shqiptarët e Maqedonisë e kërkojnë më sublimen. Shqiptarët e Maqedonisë e kërkojnë lirin. Çka do të thotë liri? Liri do të thotë që unë mos ta pys Zaevin, Gruevskin, Trajkin për realizimin e drejtave të mia natyrore, të cilat më takojnë prej momentit që kam lind. Në momentin që ne kërkojmë prej dikujt diçka, me automatizëm ne e bëjmë pronar atë dikuqin, e bëjmë pronar të drejtave tona. Shqiptarët e Maqedonisë e kanë mundësinë, e kanë kapacitetin edhe intelektual, kapacitetin njerëzor. Pa diskutim, zoti Aziri, po flasim për çështje të boshtë që do dilni dhe ju me një listë përpara partnerëve tuaj dhe do thoni gjuha Shqipe, Prokuroria Speciale. Po më lejo ta zhvilloj idenë. Sepse po na ik koha. Të lutem, një minutë, më lejo ta zhvilloj idenë. Më boshte se liria nuk ka. Nëse ti e realizon lirin, të tjerat vinë shumë lehtë. Maqedonia është shoqëri multietnike. Por nuk është shtet multietnik. Një shoqëri shndrohet në shtet multietnik nëse shteti, institucionet e shtetit gjejnë mekanizma që ti reflektojnë aspiratat të gjitha bashkësive etnike. Cilat janë aspiratat? Cilat janë aspiratat? Aspiratat e popullit shqiptar në Maqedoni janë që të ndihen të barabart në shtet. Ne do të ndihemi të barabart në shtet dhe se shteti dhe institucionet e shtetit na trajtojnë të barabarta. Në kuadër të kësaj barazie, ne kërkojmë që gjuha Shqipe qetë e barabart në të gjithë territorin si gjuha maqedone, pa segregime, me largu kufizimin numerik, se shqiptarët me këtë formë të përkufizimit janë shndruar në objekt, nuk janë subjekt. Ne jemi 20%. Përveç gjuhës. Decentralizimin e mirëfillt fiskal. Shqiptarët e Maqedonisë janë vetëm një burim shumë i rëndësishëm financiar i ekonomisë së Maqedonisë, në ndërkohë që vlerat kthysë janë zero. Përveç për te decentralizimit fiskal. Në platformë, parlamentin të dhëmë, në platformën tonë, në platformën tonë, ne kemi parapa edhe ndryshime sa i përket financimit të komunave, financimit të pushtetit lokal. 30, 40 ose 50% e tatimit të vlerës shtuar në të mbese ati ku grumbullohet, sepse pushteti lokal është ai i pari i cili ka kontaktet me qytetarët, është i pari ai i cili di nevojat reale të qytetarëve. Nuk mundet një kryeministër të ditë më mirë se kryetari i komunës për çfarë nevoja ka lagja ime, për çfarë nevoja ka fshati i Shabanit, ka nevojë për çerdhe, ka nevojë për shkolla etj.
Një element tjetër, për atë arsye thash, demagogji nuk ka vend, më nuk ka hapësirë për demagogji. Ne ndëgjojmë nga oponentët politik, veç ta përfundoj. Ndëgjojmë nga oponentët politik që i përfaqësojnë këtë shqiptarët. Por nuk është e vërtetë. Dul Katica Janeva para shpërbërjes së parlamentit. O, zoti Aziri, ne po flasim temë boshtë. Temë boshtë kemi kërkesat, çështje që ju mendoni se nesër me këta do t'i vini në një listë. Që të thamë edhe një kërkesë. Katica Janeva tha shkurt edhe shqipt për tu procesu rasti Monstra dhe rasti Sopot, duhet që të votohet ligji për vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale dhe ligji absolutisht që të para. Po nuk e votuan shqiptarë në parlament. Për atë arsye thash se kemi pas vetëm figura. Nuk kemi pas përfaqësim kualitativ. Nëse ju bie për hise nesër të ftoni partitë tjera politike me qëllim të mbashtrimit të një liste kërkesash të shqiptarëve, cili është pozicioni i partisë që ju përfaqësoni me listën me të cilën do të dilni përpara partnerit të ardhshëm për çështjet për të cilat do të vendosni, siç thoni ju, vjen e kuqe, e ku duhet për shkak të raportit të forcave, do e mos përfillen edhe forcat tjera politike shqiptare. Unë mendoj që partitë politike të cilët kanë marrë mandat nga populli duhet të tregohen më të përgjithshme. Unë nuk du të keq kuptohem, mirë po ky nuk është niveli i bisedës ndërmjet partive politike të cilët duhet flasim për të ardhmen e shqiptarë. Unë ndoshta do të ndaj me ju një informacion ekskluziv këtu sot se kryetari Ahmeti veç më i ka thirrë të gjithë liderët e partive politike shqiptare, gjithë 6 liderët pa përjashtim për të shtunën në një takim për të bërë një bashkërenditje rreth temave me të cilët do duhet si shqiptar të ballafaqohemi me partitë politike tjera. Dhe natyrisht se aty do të shtrohen gjëre gjatë gjitha çështjet, po pa këtë presionin mediatik të kërkesave të cilët nuk kanë as mundësi ligjore për të trajtuar. Aty sigurisht se BDI me përgjegjësinë më të madhe do të parashtron 5 përbetimet e saj të parashtruara në platformë dhe do të kërkon mbështetje dhe koordinim me partitë politike shqiptare. Jashtë asaj, shifni, çështja e ridefinimit unë mendoj se është shkurtpamësi politike. Na merr kohë shumë, sepse për shkak se u tha gjatë fushatës tash të përqendrohemi në çështjet që mendoj se do të duhej. Jo, po ne nuk mundemi me floskule abstrakte të flasim pas zgjedhjeve. Shifni, në fushat zgjedhore lejohet një liri e të shprehjes së demagogjisë dhe floskulave abstrakte pa asnjë mbështetje ligjore, pa asnjë mundësi ligjore. Kushtetuta ndryshohet me 81 deputet. Nëse ne shqiptarët i kemi 81 deputet, në rregull do ulemi dhe do diskutojmë se në çfarë forme ta ndryshojmë kushtetutën. Për shkak se kemi 20 deputet tani, do duhet të shohim forma se si të imponojmë ato çfarë mund të arrihet në periudhën që vijon. Ridefinimi i Maqedonisë është bërë në vitin 2001, edhe është bërë me luftë, edhe është bërë me mendim ndërkombëtar kur bota ishte dikur unipolare. Të kërkohet ridefinim në kushte kur bota më nuk është unipolare, kur do të duhet në tavolinë të keni edhe një Moskë, edhe një Washington, mendoj që është shkurt, po, ta përfundoj edhe unë, është shkurtpamësi politike që ndoshta partive të reja ju lejohet, po me kohë kur të futen në proces të institucioneve, ato do ta kuptojnë se nuk është ashtu si mendohen nëpër shtabet zgjedhore. BDI ka dalë qartë me 5 përbetimet e saja në platformën 2020, është gjuha shqipe e barabartë në përdorim zyrtar, është vendimarrja konsenzuale për gjitha çështjet ekonomike, është shteti juridik, ku nënkuptohet implementimi i plot i gjitha rekomandimeve të dala nga raporti i Pribes dhe mandati i prokurorisë speciale dhe NATO tani që nënkupton zgjidhjen e çështjes së emrit. Këto janë shtyllat me të cilën BDI është në fakt është adresa për qeveritë të ardhshme, por natyrisht kjo do të shtrohet në tavolinë me partitë politike të shtunën. Zoti Bujar Osmani, a nuk është demagogji thuhet
tash si kërkez gjuha shqipe zyrtare në Maqedoni? Gjuha e barabartë, gjuha shqipe është zyrtare. E barabartë? Themi e barabartë. Atëherë, kjo është niveli kam një pyetje direkte. A do thot kjo se BDI-a tash ka hjek... Zoti Zendeli, nuk i kthehemi të kaluarës, po flasim për çështjet për ridefinimin që ridefinimi është një koncept shumë i gjanë që nuk do të thotë se është vetëm implikimi i ndryshimeve kushtetuese, ka shumë gjëra tjera që duhet të ridefinohen, pak më herët pak disa i përmenda. Ridefinim pa ndryshime kushtetuese, ta dim se në fushat diçka tjetër keni premtuar. Edhe implikimin të ndryshimeve kushtetuese, por jo të gjitha, përdorimi i gjuhës shqipe është ridefinim, por nuk do të thotë se duhet bën ndryshime kushtetuese. Dhe ju tregomni kur keni qenë sinqert me elektoratin shqiptar para një kohe, në mandatin e kaluar, kur morët votat, kur thatë se gjuhën shqipe pelam anësh për të hir të integrimit në BE dhe në NATO. Stabiliteti i vendit. Ose tash kur thoni dhe tash do të thotë jeni shmangur rrugës për në BE, se njëna tjetrën, si pas logikës ju që proklamuat atëhere, përjashton të njëna tjetrën që mua së më ka bindë deri sot askush në drejtim. BDI nuk është... Të kem pak mundësi. Në që se vazhdojmë me vokabularin para elektoral, nuk ka të bëjmë me vokabular, kjo është shumë substanciale. Leta të gjëmë, nuk do jemi pragmatik. Ne kem dorë nga gjuha shqipe për hir të NATO-s edhe... Tjetër çështje është, në rregull, keni drejt atje. Politika është arti i së mundshmes. Nuk është pamundësia në veprim. Në që se ne marim elam atë nocionin e parë, artin e së mundshmet, dhe futemi në pamundësi në veprim, atëhere mbetemi në pat pozicion. Dhe nuk zgjedhim asë një problem me cilët ballafaqohen shqiptarët të Maqedoni. Tash, ky moment, edhe të kishim dasht, pa marrë parasysh cila parti sa ka fitu, sa ka humb, edhe të kishim dasht të sigurojmë pozicione kaq të favorshme, për shqiptarët nuk do të kishim mundësi. Nuk pa ma parasysh që i tha zoti Bujari, kemi humb kaq deputete kështu me radhë që është edhe tamamaj. Por tash, po që se nuk jemi, aj tash unë kam frikë se nuk e kuptojmë nocionin pragmatik, të jemi të kuptueshëm mes nesh, të kryojmë një konsenzus brenda mandateve shqiptare të siguruara në parlamentin e ardhshëm, dhe të dalim me një opcion unik karshi faktorit politik Maqedonës. Etash, edhe këtu ka një element që është shumë me rëndësi, që kam frikë se asnjë, ju lutem, që asnjë deri tash nga asnjë lider politik përveç BDI-s që ende nuk janë prononcu, të tjerët gjithnjë janë në lajthitje. Jemi me këtë palë, po që se bëhet kështu, do jemi me palën tjetër, po që se bëhet kështu. Mendimi im është që këtu duhet përcaktohemi për palën ku do shkojmë. Në që se interesi kombëtar shqiptar nuk është nga asnjë ana palë, do më thënë asnjë palë nuk na ofron atë element të artit të së mundshmesh, ka edhe një opcion i tretë. Hiqen shqiptarët edhe shikojnë çaren ma tutje çka do të bëjnë. Zoti Aziri, për të mos e vazhduar polemikën, sepse se cili ka argumentet e veta... Numrat s'kan qenë kur problem për shqiptarë, se 153.000 vota i ka pas BDI-a me 20 deputet. I kemi raport, por atëherë i ke pas 61-62 vota vëmëroja. Po s'ka qeveri për në legislaturën e fundit. Dakor, i kemi numrat, çfarë i kemi sot? Debati me taktizime shkon nga të gjitha partitë, kush me kë do të koalicionoj në raport me shqiptarët me partitë politike maqedonase. Zoti Zendeli, tek ju, vetëm ju jeni shquar me kushtëzime gjatë fushatës, edhe pas zgjedhjeve, kushtëzime në formën përjashtuese. Rezultatet e zgjedhjeve kujtoj se nuk janë në favorin e kësaj filozofisë suaj politike. Ka ndryshuar gjë në këtë rafsh, do t'jeni të hapur që nesër edhe lideri juaj të shtunën lajmi ishte në këtë emision se do të duhej të takohen krerët e partive politike? Shko, tash këtë momentin e ri që edhe zotni Bojari
për ftesën e liderit, po bien kundërshtim me atë që tha pak më herët. Lajmi është lajm. Jo, të them ajo që tha, se presim njerë certifikimin e rezultateve zgjedhore dhe pastaj do të ndërmiren hapet. Kështu që si duket kjo është hapi ngutur pak që thirrën të shtunën lideret politik, për shkak se ende procesi zgjedhor nuk ka mbaruar dhe nuk dihet. Por ta lama të anësh. Sa i përket qëndrimit ton, si lëvizje Besa, rreth zhvillimeve të matutjeshme, unë e thash pak më herët se verdikti i popullit ka shi lëvizjes Besën, respektivisht koalicionit Rilindja me Besë, është që ne jemi parti opozitare, për shkak se kemi aq mandate përkundër asaj që ndoshta numri i votave thash edhe një nuk reflekton me numrin e mandateve, por realisht ne jemi në pozicionin e partisë që duhet të jemi parti opozitare. Ne kemi thënë dhe themi edhe një herë se nuk do të jemi pjesë e asaj qeverie që janë ngrit shumë procedura hetimore nga prokuroria speciale, sepse ne qish kur kemi dalë si lëvizje Besa, ende pa u fillu procesi i Përzhinos, kemi dalë me platformën tonë politike se për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni duhet formohet një prokurori speciale, duhet formohet gjykatë speciale e tjere, që më vonë u pa se me të vërtetë ajo që u nis me prokurorin speciale ishte pak joj mjaftueshëm për procesimin e procedurave gjyqësore atje. Por sidoqoftë besoj që me shumicën e re parlamentare do të krijohen edhe këta mundësi dhe do të kemi mundësinë që në Maqedoni të funksionon ligji. Sepse të gjitha subjektet politike besoj që deklarativisht spaku të gjithë kemi thënë se jemi për sundimin e ligjit. Dhe këtu për liri, parazit dhe në emër të kësaj, ju nuk jeni përjashtues, po them një pyetje që shtrohet e që ashitjare nuk do të varet nga jush, të shtunën të supozojmë se edhe kreu i Besës do t'i përgjigjet ftesës për atë BDI-s. se do t'i përgjigjet ftesës se jo, besoj që duhet ta marrim një herë ftesën, ta shohim se çfarë parashifet në te dhe organet partijake sigurisht dhe do të vendosin për te. Zoti Aziri, flasim për bashkërenditjen e hapave duke lënë prapa atë që ka ndodhur. Çfarë mendoni se do duhet bërë tani, gjithnjë duke marrë parasysh raportin e forcave që do të krijohet e që mund të jetë vendimtar në bërjen realitet të disa prej kërkesave që janë shtruar si nga ju, si nga PDSH-e që se kemi këtu në mënyrë që të shkojnë shqiptarët drejt asaj që ju thatë të jenë të lirë e të barabartë. Shive, unë ki moment ashtë i ri edhe për mu, momenti që kryetari i BDI-s i ka ftu liderët partijak, thash pak më herët se ne jemi konzistent në ato që themi dhe premtojmë për para qytetarëve. Unë jam i bindur se Zedin Sela do të merë pjesë në atë takim, edhe herave tjera e ka potencu se për çështjet kryesore tematike, boshti çështjes shqiptare, ne nuk është edhe patjetër që jemi pjesë e qeverisë, sepse kemi thonë vazhdimisht, qeverinë ne nuk e shohim si qëllim përfundimtar të formimit të subjektit tonë politik, po qeverinë e shohim vetëm si një instrument përmes të cilit do të avancohet pozita juridiko-kushtetuese e shqiptarëve dhe do të rritet mirëqenia sociale dhe ekonomike e shqiptarëve. Nisur nga ky pozicion, po themi që nuk është patjetër ne që jemi pjesë e çfarëdo qoftë qeverie. Ne kushdo qoftë që e bën qeverinë, nëse del me propozime për çështjet kryesore që janë pjesë e platformës tonë dhe programit tonë zgjedhor për krahjen e 3 deputetëve tonë edhe për krahjen e subjektit tonë në përgjithësi do ta ketë. Po keni parasysh, nuk ka nevojë për disa çështje të ndodhin edhe ndryshime kushtetuese. Nuk ka nevojë për disa çështje të formohet qeveria, po dhe të bëhen disa çështje dalin si propozime. Kjo do të jetë një test edhe për seriozitetin e kombinimeve qeveritare që do të bëhen për shembull mundet që ende pa u formuar qeveria. Në momentin që konstituohet parlamenti, të hudhet në parlament propozim ligji për gjuhën shqipe. Se ne kemi rast, për shembull vitin 2011, kur BDI-ja dhe VMRO-ja kanë formuar qeverinë,
disa ligje janë votu për para së formu qeveria. Në më thonë, nëse dëshirojmë dhe nëse ka vullnet të mirë, për çdo çështje mund të zgjidhet. Ndryshimet kushtetutë, po kushtetuta nuk ka Kur'an, as Bibël nuk ka kushtetuta, kushtetutën e shkruajnë njerëzit. Apo? Dhe gishtat. Absolutisht dhe... Po, ndëgjoni, forma fillestare e demokracisë është demokracia konsenzuale. Apo? Dhe ne me qenë se po pretendojmë se jemi duke vepru në kuadër të demokracisë konsenzuale, cili është faktori që pengon këto. Nëse ne prisim në vullnetin e mirë të palës Maqedone, kush do qoftë kryeministri i ardhshëm, kur gjua shqipe zyrtare nuk bëhet. Ta dëgjojmë zotin Osmani tani. Desha të shpjegoj pse të shtunën. Unë paraprakisht thash se ne nuk na intereson gara politike te partitë politike maqedone, shqiptarët duhet lidhen për platformën e tyre, duhet lidhen për platformën e tyre dhe pikërisht mesazhi i takimit të shtunën është që shqiptarët të lidhen për platformë pavarësisht cili do jetë epilogu të partitë politike maqedone. Do me thënë, mesazhin që duhet partitë politike shqiptare të japin shtunën është se ne do kapemi për boshtin e platformës son të përbashkët për vijat e kuqe të cilët do t'i përcaktojmë si parti politike shqiptare pavarësisht epilogut të dielën dhe pavarësisht me sa mandate do të përfundojnë partitë politike maqedone. Kjo është mesazhi më i fuqishëm që duhet partitë politike shqiptare të japin shtunën dhe BDI e nis pikërisht për këtë arsye këtë nismë të sinqertë. Unë mendoj pak më ndryshe, se duhet realisht t'i kemi parasysh edhe mesazhet që vinë nga State Departamenti Amerikan dhe mesazhet që vinë nga Komisioni Evropian sa i përket retorikës që përdoret këtyre ditëve dhe këtu edhe në raport me te mendoj se duhet të bëhet edhe pozicionimi ndoshta i faktorit politik shqiptar me një farë mënyrë. Për platformën tonë dhe ajo duhet tjetë kusht pa cilën nuk mundet. Dhe me thëmë, platforma shqiptare nuk duhet tjetë çështje negociimi, por kondicio sine qua non një kusht pa cilin nuk mundet për mëtutje. Dhe mendoj se kjo është mesazhi më i fuqishëm nëse ne, për shkak se argatlëku ndaj partive politike maqedone vetëm relativizon pozicionin shqiptar, vetëm humb atë shtetëformësin që e theksoi doktori. Nëse ne kapemi për komunitetin tonë, për platformën tonë, dhe nuk bëhemi argati kauzave të partive politike maqedone, vetëm në atë mënyrë garantohet fryma e marrëveshjes së Ohrit e imponuar nga lufta e vitit 2000. Jeni me programin Zigzag drejt për drejt nga televizioni Art. Ju njoftojmë se këtë emision mund ta ndiqni edhe në platformën digital duke shtypur butonin 60 me mysafirët e mi të nderuar në studio me zotin Elmi Aziri nga Aleanca për Shqiptarët dhe Shaban Zendelin nga Lëvizja Besa që i kam në të djathtë, si dhe me Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Ilir Lumën në cilësinë e analistit politik, po flasim për zhvillimet e pritshme pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit dhe le të them unifikimin, përpjekjet për unifikim të faktorit politik shqiptar në sensin e daljes me kërkesa të përbashkëta ndërkohë që pritet krijimi i koalicionit i konstituimit të parlamentit dhe i qeverisë së re, kërkesa për konstituimin sa më parë të këtyre dy organizmave kanë bërritur si nga Bashkimi Evropian, ashtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe lajmi që të vjen, besoj, nga ky televizion sonte është se kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, sipas zotit Osmani, për të shtunën ka thirrur homologët e tij nga partitë si motra shqiptare në Maqedoni dhe urojmë që të arrihet një afrim pajtim përsa i përket artikulimit të kërkesave reale, do të thosha unë, në prag të konstituimit të qeverisë së re. Zoti... Vetëm edhe një fjali, nëse ka mundësi. Atë që u thatë është, sa i përket lëvizjes Besa, për çështjet në interes të shqiptarëve, strategjike, sa i përket kërkesave të shqiptarëve, pa marrë parasysh
se lëvizja Besa do tjetë apo nuk do tjetë pjesë e shumicës parlamentare që formon qeverin, do të kenë mbështetjen sa herë që ka nevoj. Dhe asesi nuk do të mbështesim atë i cili bërtet kletit e shqiptari, ose ubit e shqiptari, ose diçka tjetër. Këtu jemi të prerë në këtë drejtim. Zoti Lume, e përmendi zoti Zendeli retorikën konfliktuoze, po them, unë të vëmëro DPMN-s dhe kreu të saj Nikola Gruevski, e shprehur përmes proklamatës së kësaj partije ditë më parë, dhe zoti Gruevski ka lënë qartë të kuptohet se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e së dielës dhe konform kësaj nuk ka për të njohur rezultatin. Ka paralajmëruar madje se, po citoj, nuk do të lejoj funksionimin e institucioneve me vullnet të falsifikuar të qytetarëve, institucione që, ka thënë Gruevski, nuk e kanë legitimitetin e shqiptarëve. Deshëm apo nuk deshëm ne, e diela mund të fusë të rikthej Maqedoninë në atë që kemi emërtuar si krizë politike. Çfarë prisni nga votimi i së dielës, gjithnjë duke marrë parasysh këtë paralajmërim, le të mos ta quaj kërcënim të zotit Gruevski? Unë u prononcova në lidhje me këtë, por do ta përsëris edhe një herë. Nga e diela pres veprimin në inercion të elektoratit shqiptar, sepse pikërisht nga vota e shqiptarve varet fati i opcioneve maqedonas tash, përsëri. Pra, a do ta verifikoje vëmëroja atë fitore që e ka deklaruar para kohe, apo do të kemi një pozicion, pat pozicion dhe një baraspesh në mandatet mes dy partive politike maqedonase. Por, ju lutem edhe diçka. Por, me gjithatë, pa marrë parasysh edhe këtë rjedh, unë tashi jam pak ma i rehatshëm se këtu ndigjova nga këta përfaqësues të partive politike që jam prezentu edhe një pragmatizëm për cilin unë aludojshë. Edhe mendimet që i prezentuam janë pikërish në këtë drejtim. Çka duhet të them me këtë? Shqiptarët e kanë shansin të rënojnë një të keqe që ka gjatë kohë nga një opcion politik Maqedonas. Po që se në këtë veprim politik janë tazam dy parti politike, parashtroj pyetje që duhet rënohet një sistem që ka ba dëm shqiptarve, a thua duhet të kemi ndihmën edhe dikujt tjetër që ka 1 apo 2 apo 3 mandate, apo jo. Këtu duhet të rumbullaksojmë këtë pragmatizëm, po që se ne jemi për të rënuar atë sistem, këtu nuk duhet kemi më dyshje si duhet veprojmë ato tjetër. Dakord, por kjo varet nga sovrani që do të vendosë të dielën. Dhe jemi në 6 minutat e fundit, po. Sqaroj sa i përket këtu të sovrani se kushtetuta e definon qartë se po flas për votimet e së dielës. Po, por flitet këtu shumë për shumicën ose partin fituese e tjerë. Do tjetë marrës i mandatit, si pas kushtetutës në enis 70, ajo parti politike ose koalicion i cili siguron shumicën parlamentare. Pikërisht nuk është se siguron edhe kushtet për të bërë qeveri. Vetëm është mandatar. Mandatar. Do të thotë brenda një afati të caktuar të shkon mandati. Nëse debati nuk po flasim nëse merr shumicën, zoti Zendeli, po flasim për pozicionimin e shqiptarëve, çfarë do të jetë. Po do t'ju lutesha se jemi në edhe 7 minuta kemi deri në fund. Cili do t'jetë pozicioni konkretisht i partisë suaj në rast të mbetjes së këtij rezultati, çfarë është 51-49 në negociatat e radhës që pritet për krijimin e koalicionit e qeverisës, dhe e njëjta pyetje vlen edhe për ju. Unë duket e thash qëndrimin ne për mandatin kushtimisht them të shqiptarët për të koalicionu me blokun politik Maqedonia ka Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe nëse Bashkimi Demokratik për Integrim arrin
ti harmonizon qëndrimet konform kërkesave ose kushteve, si themi na tash në blokun opozitar shqiptar, Kërshqipalas Maqedone, pa marrë parasysh se është pjesë përbërëse e shumicës, e qeverisë ose jo, ne si Lëvizje Besa do të mbështesim atë. Por jo edhe me atë që thash se bëjnë atë retorik si gjatë kampanjës edhe tash që është në kundërshtim me qëndrimin vijen e orientimit politik Lëvizjes Besa. Ne jemi për Euroatlantik, integrimin Euroatlantik, kurse një parti politike maqedonase që bën thjetje kështu e kështu, dihet se ku e ka orientimin dhe ati nuk do ta mbështesin fare. Ne e potencuam edhe më herët, do të thotë që çdo kombinim qeveritar, i cili kërkon mbështetjen e Aleancës për shqiptarët, nuk ka punë me neve, po ka punë me platformën tonë. Pra platforma paraqet një tërësi të vlerave kryesore ku janë të derdhura të shprehen intensat kryesore të subjektit politik. Çdo garnitur qeveritare, pavarësisht jemi ose s'jemi në pjesë e qeverisë, kombinimeve qeveritare, e cila shpreh gatishmëri për realizimin e pikave kyçe të platformës tonë, për krajën tonë do ta ketë. Një, e dyta, ne duhet kemi shumë kujdes për orientimet geostrategjike të qeverisë. Shqiptarët edhe me racë, edhe me prejardhje, edhe me kulturë, edhe me vedije, i takojnë vlerave evropiane. Përcaktimi Euroatlantik mbetet. I takojnë vlerave do thotë gatishmëria për të ulur, për të sheshuar. Pa diskutim, unë e thash. Ekziston. Për hir të së vërtetoj se parafërsisht të qëndrim të ngjashëm mban edhe Partia Demokratike Shqiptare me 2 deputet të saj që ju shtron. Qëfni, fillimisht do të them se BDI ka etabluar konceptin e rënimit të sistemeve anti-shqiptare. E ka bërë rënimin e sistemit 50 vjeçar. Po, më leot përfundoj të lutem. Do të thonë ka rënuar një sistem anti-shqiptar me luftë, do rënon edhe me politik çdo sistem tjetër, por asnjëherë duke etabluar konceptin e rënimit njërit duke bërë argatllëkun e të tjerit. Por do bën rënimin e sistemeve anti-shqiptare duke u kapur mbi platformën shqiptare, duke u lidhur mbi interesin shqiptar dhe jo duke bërë argatllëkun e njërit kundrejt tjetrit. Andaj është me rëndësi që tani partitë politike shqiptare të bashkërendohen në një platformë shqiptare dhe mos bëhen pjesë e kalkulimeve të partitë politike maqedone, pasi që ata nuk përfaqësojnë interesin shqiptar as njëra as tjetra, nuk do lejmë shqiptarët bëhen pre e manipulimeve të cilës do palë, për shkak se shqiptarët janë të zotët e vetvetes për të mbrojtur interesin e tyre. Qoftë nëpërmjet përfaqësuesit të vetë, qoftë nëpërmjet bashkërendimit që duhet të ndodhë. Pa hapur polemika, debatet më teshme, i fundit e keni fjalën. Kjo qëndron, por qëndron me një qëndrim që duhet mirë definohet. Shqiptarët bëhen bashkë dhe s'janë pjesë e qeverisë. Kjo është ajo. Po që se qëndrojnë, po që se nuk ordojnë eventualisht dojnë demagogjik. Me që se ka sinceritet. Po flasë me ju, zoti Luma. Jo, e kam fjallën. Ky qëndrim është kështu, që po ashtu qëndron. Kudo ka egzistu, kjo edhe mund të funksionoje. Po ta hapja çështjen e kompromisit, po ta hapja çështjen e asaj që emërtohet kompromis në politikë, sigurisht se do të rindezej debati. I fundit e keni fjallën. Mendoni se partitë shqiptare në artikulimin e kërkesave për të folur me një zë, apo për të ndërtuar një platformë të përbashkët, do të duhej të bëjnë kompromise në mënyrë që të jemi real, kërkesat e tyre të pranohen edhe nga pala maqedonase. Sepse edhe atje kemi një betejë tepër të vrazhdet. Jemi në fund. Do me thanë, shansi për të bë këtë ekziston. Veç lideri i BDI-s e ka bërë atë hapin e parë. Tashi mbeten në atë takim të arri një konsenzus fillimisht këtu pa të deklaruar një plebiscit partijak shqiptar karshi problemit dhe të dalin unik karshi opcionit Maqedonas. Por unë edhe më tutje mbetem nuk është qasja e njëjtë njëna apo tjetra parë. Gjithnjë ka ma shumë dhe ma pak të keqe.
Dakord, besoj se liderët e partive politike do t'ja dalin, shpresoj, të gjenjë një gjuhë të përbashkët në përpjekjet për të folur me një zë. Miq të nderuar, ndoqët debatin e drejt për drejt në zigzag me zotrinj të Ilir Luma, Bujar Osmani, Shaban Zendeli e Ilmi Aziri. Folëm për zhvillimet pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, për rivotimin në të ardhshme dhe impaktin që mund të ketë ajo si tek raporti i mandateve mes partive politike maqedonase, por në përgjithësi në skenën politike të vendit. S'më mbetet asgjë tjetër, miq të nderuar, t'ju kërkoj falje për ndërhyrjet dhe natyrisht ju falenderoj që gjetët kohë e erdhët në mjediset e televizionit Art, dhe natyrisht falenderimi më i madh ju përket juve teleshikues të nderuar që na ndoqët, dhe njëherë falenderit për vëmendjen, natën e mirë dhe mirupafshim.